Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një problem shëndetësor që mund të themi ka në çdo 10 veta 1 ose 2 persona, e cila njihet si ndezja e këmbëve. Pra, është një ndjesi nxehtësie, pickimi ose shpimi në shputat e këmbës ose në thëmërën e këmbës. Nuk konsiderohet sëmundje më vete, por është shenjë, simptom që na tregon se diçka nuk funksionon siç duhet në nivelin nervor, metabolik ose në qarkullimin e gjakut. Cilat janë simptomat kryesore të saj? Një ndezje e këmbëve që përkeqësohet gjatë mbrëmjes dhe më shumë gjatë natës dhe ndikon deri në atë mas sa mund të na prishi dukshëm cilësinë e gjumit. Çfarë e shkakton ndezjen e këmbëve? E para, një neuropati periferike, që është dëmtimi i nervave periferik, sidomos tek njerëzit me stres dhe me mitokondri të ulur. Mbajini mend këtë tokë fjalësh, mitokondri e ulur. Së dyti, personat me diabet mellitus. Pra, diabeti i tipit të 2, i cili, si thua, është në atë fazë që pankrasi arrin të prodhojë insulin, por jo që të plotësoj plotësisht kërkesat edhe nevojat e organizmit, ose dhe shkaktar të tjerë që e rrisin diabetin. Pra, për shkak të dëmtimit të nervave dhe mikroqarkullimit të gjakut, tek këta njerëz me glicemi të rritur, mund të na ndodhi ndezja e këmbëve. Tek personat që kanë mungesa të vitaminave B1, pasi është ndër të vetmet që më ushqen mitokondrin, B6, B12, acidin folik. Mungesa e mikroelementve, magnez, zink, kalcium, kalium, hekur, bakër, selen, edhe pse këto janë në miniatur, pra jo element makro për organizmin, por element mikro. Tek personat që kanë një çrregullim të qarkullimit të gjakut, ose insuficienca kardiake, ose ajo insuficienca renale. Pra, tek ato personat cilat neve po t'i shikojmë pjesët fundore të shputës së këmbës dhe pjesa e kërcirit, si themi, aty tek talusi, ndodh që ata kanë enë të qarkullimit të gjakut si varices sipërfaqësore në lëkurë, si tip merimange. Ose tek personat që në shputën e këmbës her pas here janë të lidhur ose ju shfaqet ndonjë inflamacion kronik, i lidhur si thua me obezitetin, me sindromën metabolike dhe me rezistencën e trupit ndaj insulinës. Krahas kësaj, njerëzit që mund të përdorin në mënyrë të vazhdueshme kronike alkoolin, duhanin, mund të jenë të prirur për të dëmtuar nervat periferike dhe kjo na jep ndezjen e këmbëve. Njëkohësisht ndezje këmbësh dhe kruarje mund të na shkaktojnë edhe infeksionet fungale, ato mykotike, sidomos ky Candida albicans. Çrregullimet hormonale, sidomos tiroidja, menopauza, tek femrat mund të na ndihmon në shfaqjen e sindromës së djegjes së këmbëve. Dhe kjo sindrom më shumë prek gratë, si thua, mbas mosës 50-60 vjeç, po kështu edhe burrat. Këtë sindrom na jep shumë edhe rritja e acidit malik dhe urik në përkyçe. Pra, nëse do të bëjmë për shembull ushtrime për një kohë të gjatë, acidi malik mund të më depozitohet në pjesën fundore dhe aty ai sikur fillon që të më grici, të më irritoj këto mbaresat fundore nervore në shputën e këmbës. Po kështu edhe acidi urik, ku ai mund të themi shkakton atë skuqjen, fryrjen e gishtit të madh. Studimet tregojnë se 10-20% e njerëzve e përjetojnë këtë sindrom dhe deri në 50% e njerëzve me diabet janë të prirur që kjo sëmundje, kjo simptom e neuropatisë diabetike të jetë e pranishme edhe tek këta persona. Ne folëm më lart që ka shumë shkaktar që mund ta shkaktojnë këtë gjë dhe cilat do të ishin ekzaminimet. Le të themi një lipidogram për të parë yndyrnat, për të parë si funksionon tiroidja, për shembull TSH,
FT3, FT4. Mundet të bëhet një analizë se sa mëlçia e ka prodhuar CRP-n, mund të shikohet niveli i sheqerit në gjak, pra një glicemi, një HbA1c, mund të shikohet niveli i acidit urik, azoti, kreati dhe njëkohësisht provat e heparit, në veçanti ALT, AST, bilurbina totale, direkte e indirekte. Mund të shikohen elektrolitet në gjak, pasi ne përmendëm aty lart se kush ishte efekti mikroelementeve në organizëm. Mund të bëhet një ekodoppler për të parë si është sistemi qarkullimit të gjakut në gjymtyrët e poshtëve dhe mund të bëhet një elektromiografi e pjesëve fundore të këmbëve, shput, gjymtyr, për të parë si është ai, si transmetohet ngacmimi nervor. Njëkohësisht shikohet hekuri, ferritina, vitamina B12, B1, B6, D-ja, magnezi, kalciumi, kaliumi. Pse përkeqësohet kjo gjendje kryesisht natën? Po të vëmë re natën, njerëzit qëndrojnë shtrirë, rrjedhja e gjakut është e lirshme dhe e vrrueshme në pjesët fundore të këmbëve, ulet shpërqendrimi nervor. Dhe njëkohësisht, duke qenë këmbët të ngrohta në një organ e kështu, atëherë kjo temperaturë e ambientit e lartë bën që acidi laktik të na grumbullohet lehtë në për artikulacionet e poshtme dhe të na japi me të vërtet këtë si ndezje këmbësh. Ju thash, mbajini mend këtë tokë fjalshin, mitokondri. Çfarë është? Është një organel në brendësi të qelizës, e cila ushqehet shumë mirë me vitaminën B1 dhe i jep qelizave energji. Pra është si një urë lidhëse midis metabolizmit, nervave, mikroelementve dhe acidit laktik. Mitokondria, pra kjo organel në qelizë, kur ka mungesë të vitaminës B1, nuk prodhon energji, pra funksioni i saj është të prodhoj energji për qelizat. Por, kjo energji, ATP e qelizës, kur prodhohet, duhet që së pari t'i plotësohen disa kushte mitokondrisë që kjo të japi energjinë. Së pari, ajo duhet të oksigjenohet mirë, që do të thotë nëse jemi në një ambient me tymra makinash e mungesë oksigjeni e kështu me radhë, kjo energji e prodhuar nga mitokondria do të jetë e pakët. Nëse jemi në një ambient të mbyllur, të ngushtë, pa oksigjenim të mirë, pra një mungesë oksigjeni, ndikon përkeq tek mitokondria. Nëse jemi të nervozuar, stresi oksidativ, sidomos i rritur, do të bëjë që mitokondrit të dëmtohen dhe këto të mos prodhojnë energjinë, por më shumë të na japin radikale të lira që këto të më dëmtojnë fibrat nervore, ato degëzimet më të holla. Djegja në këtë rast është simptom tipike e këtij dëmtimi. Diabeti, hiperglicemia dëmton mitokondrit në qelizat nervore për faktin se ky gjak që do të më qarkulloj në për këto mbaresat fundore të arteriolave. Kjo mungesë koenzimash do të më shoqërohet me një mungesë të koenzimave mitokondriale, me një mungesë të vitaminës B1, B2, B3, B5, B12, ose edhe acidin alfa likoik, e cila, ose edhe kjo koenzima Q10. Atëherë, që të gjitha këto, nëse nuk janë në barazpesh, në ekuilibër, atëherë do të kemi një deficit në prodhimin e energjisë ATP të qelizës, që do të thotë, këto mitokondrit nuk prodhojnë në kushtet e mira atë energjinë, por fillon të na japi për shembull ndonjë çrregullim të saj, një energji të pakët në qeliza, dhe kjo do të më japi për shembull edhe një këputje trupore. Në një mos funksionim të mirë të mitokondrisë, pra në mos ushqyerjen e mirë të saj, të oksigjenimit mirë të mikroelementve, vëmë re se ndezja e këmbëve është gjithmonë në mënyrë simetrike, tek të dyja njësoj. Atëherë, kur e kemi këtë simptom, do mendojmë që kemi një mitokondri të ulur. Kemi një simptom tjetër që është kjo hipoksia qelizore, qarkullimi i gjakut i dobët në qelizat
Pra, nuk ushqehet mirë qeliza me oksigjen dhe mitokondria në këto raste punon keq ose përkeqësohet edhe nga djegja. Kur dyshohet djegja mitokondriale? Me të vërtet analizat na dalin mirë. Trupi nuk e tregon këtë gjendje të tij, por kemi një lodhje kronike, kemi një dobësim, djegja është simetrike siç e përmenda më sipër, dhe kjo djegje më shumë përkeqësohet natën, derisa njeriu mund ta lëri edhe pa gjumë. Atëherë, në praktik mund të haset ky kombinim mitokondri, nerva, stres, metabolizëm i ulët. Si ndikon acidi laktik? Mekanizmi biologjik, kur mitokondria nuk prodhon atë energjin ATP, qeliza kalon në glikolizë anaerobe dhe kjo rrit acidin laktik. Pra, kur nuk merr oksigjenimin mirë, fillojnë që të më rriten acidet laktike që janë si maja xhami, si miell xhami, e cila do të më shoqërohet edhe me një ulje të pH-it dhe këto si miell xhami me të vërtet më ngacmojnë këto mbaresat nervore në shputën e këmbës dhe do të më japin pa diskutim atë ndezjen e këmbëve. Kur rritet acidi laktik më tepër? Atëherë, le ta kuptojmë kështu, sikur një njeri të bëj vrap dhe ditën tjetër ai do të ndiejë dhimbje të muskujve dhe të kyçeve në pjesën e shputës së këmbës tek gjunjët, dhe ky person duhet të nënkuptojmë që ka depozitim të acidit laktik nëpër kyçe dhe kjo jep atë si ndezje. Atëherë, kur kemi një mos funksionim normal mitokondrial, mundet të na ndodhi kjo, prodhimi i tepërt i acidit laktik. Kur kemi një hipoksi qelizore, pra një qarkullim të dobët të gjakut dhe një anemi trupore. Kur kemi një diabet ose rezistenca ndaj insulinës. Pra, si duhet ta kuptojmë këtë? Rezistencën e trupit ndaj insulinës, kur pankreasi e prodhon këtë insulinën, që në të vërtet insulinat janë qelsa që e marrin sheqerin dhe e çojnë nëpër inde. Pra, këto qelsa pankreasi i hedh në qarkullimin e gjakut, por ato nuk bëhen vepruese. Pse? Diku na është prishur balanca e organizmit tek mëlçia. Atëherë, ne duhet mendojmë që trupi ka një pengesë. Po si mund ta gjejmë këtë? Për shembull, mundet që aty nga analizat laboratorike neve të shikojmë këtë hemoglobinën e glukozuar, glicemin, i shumëzojmë të dyja këto me njëra tjetrën. Kjo glicemia e mëngjesit për shembull, hemoglobina e glukozuar, shumëzojmë të dyja dhe i testojmë me 450. Në qoftë se hersi del më i madh se 2, atëherë do nënkuptojmë se trupi është rezistent ndaj insulinës. Atëherë merren disa produkte si çaj gjelbër, si kjo karota, mund të merret kjo murrizi, mund të përdorim këtë dandelionin ose radhiqen e kështu me radhë. Mungesa e vitaminave B, në veçanti B1-shi, na bën që mitokondria të mos prodhojë normalisht atë energjinë ATP. Kur kemi një aktivitet të rënd fizik, siç e përmenda vrapin, ose të zgjatur, dhe njëkohësisht edhe sëmundjet e mëlçisë e çoroditin funksionimin mitokondrial. Si do të ndikojë për shembull monoksidi i karbonit me mos funksionimin e mirë mitokondrial? Ky monoksidi i karbonit, CO, lidhet fort me hemoglobinën dhe në këtë rast na ul atë transportin e oksigjenit. Pra, nuk shkon oksigjen, po shkon monoksid karboni, jo O2, po CO, i cili toksifikon organizmin dhe krijon një mundësi që në këtë metabolizëm anaerob, pra në mungesë të oksigjenit, të rritet acidi laktik. Po të njëjtën gjë e bën edhe dioksidi i azotit, pra monoksidi i karbonit, dioksidi i azotit, janë ose dhe smogu, janë si thua ato tymra, gazra që ndodhen
në ambiente, sidomos në zonat industriale. Edhe kjo rrit stresin oksidativ, dëmton endotelin e enëve të gjakut dhe pra ajo e monoksidit karbonit pakson të sasinë e oksigjenit në gjak. Ndërsa teprica e gazit karbonik dëmton, si thuash, atë endotelin e enëve të gjakut, përkeqësohet qarkullimi i gjakut në këto pjesët fundore të tyre dhe ky përkeqësim do të më çojë në mos funksionimin e mirë nervor. Teprica e dioksidit të sqafurit, SO2-shit, edhe kjo që gjendet kryesisht te këto tymrat e makinës e kështu me radhë, mund të krijojë një vazokonstruksion i cili pengon, si thuash, ushqimin me oksigjen në pjesët periferike të organizmit. Pra, që të gjitha këto që mund të na krijojnë atë ose na formojnë atë ajrin e ndotur, që të gjitha këto na ndihmojnë që inflamacioni sistemik të rritet në organizëm, që dëmtimi afatgjat i mitokondrive të jetë i vazhdueshëm dhe kjo të na çojë në përkeqësim të neuropative ose të ndezjes së këmbëve. Kur bëhet ndikimi i dukshëm? Për shembull, nëse rrim në ambiente të mbyllura, pa aerosje, pranë sobave, oxhakëve, makinave, kështu me radhë, bëhet e dukshme. Persona që kanë diabet, anemi, sëmundje të mushkrive, ose edhe njëkohësisht ndonjë çrregullim të mirë funksionimit të veshkës, qarkullim periferik të gjakut të dobët, sidomos ato këmbët që janë plot me variqe e kështu me radhë. Tjetër, mund të themi që këto shenja shoqëruese mundet që të na shoqërohen jo vetëm më me dhimbje dhe ndezje të këmbëve, por do të më japin edhe një dhimbje të kokës. Pse? Sepse kemi një qarkullim të gjakut i cili nuk është i pasuruar me oksigjen, por me toksina. Atëherë, dhimbja e kokës mund të shoqërohet mandej edhe me marrëmendje dhe kjo pastaj na jep një lodhje. Pse? Sepse prishet, si thuash, lidhja ose mirë funksionimi midis sistemit nervor qendror dhe sistemit të tretjeve. Mungesa e mikroelementëve, le të themi magnezi, është një mikroelement i cili rregullon përçimin nervor, ul hipereksitimin nervor dhe mungesa e tij mundet të na japi djegje, sidomos natën. Magnezi mund të na japi edhe atë tendencën nga njëherë të ngërçeve muskulore. Mungesa e kalciumit. Kalciumi merr pjesë në transportimin nervor. Mungesa e tij do të më japi një çrregullim dhe një ndjesi të djegjes. Kalciumi i ulët do të më japi një ndjeshmëri të ulët nervore. Kaliumi i ulët rregullon këtë, është si një potencial elektrik në qelizë, kaliumi. Prishja e balancës do të më japi këtë parestezin, do të më japi një si djegje, një dobësi muskulare. Pra kalium, megjithëse kaliumin mund ta gjejmë tek këto, tek kumbullat, tek boronicat, tek kivi e kështu me radhë, po na mungoj kjo në organizëm, megjithëse nuk është një element makro, po kaliumi dhe natriumi janë shumë të rëndësishme edhe për qarkullimin e gjakut, do të kemi këtë djegjen dhe dobësinë muskulare. Mungesa e hekurit. Një hekur i ulur do të mendojmë një oksigjen i pakët në qelizë, pasi hekuri e transporton oksigjenin për në qelizë. Mungesa do të na japi sigurisht një hipoksi nervore, një rritje të acidit laktik, dhe ky mandej do të na japi atë ndezjen e këmbëve, pasi ne e përmendëm më lart, prishet ajo balanca dhe ai pH-i. Mungesa e zinkut. Si thuash, zinku është një rregullator nervor në sistemin nervor, por edhe në tërë organizmin. Mungesa e tij do të më japi një ndjeshmëri dhe djegje në mbaresat fundore të shputës së këmbës. Po kaq i rëndësishëm është edhe bakri, i cili si thuash më mbron mielinën nervore. Çfarë është kjo mielina nervore? Është si thuash sikur të bëj trash fare një krahasim shumë vulgar, le të themi, ato fijet e bakrit që janë të mbështjellura me atë një mbulesë si plasmas,
e cila ndanë, si thuash, fijet nga njëra tjetra që ato të mos bien në mas dhe të shkaktojnë djegjen. Atëhere, bakri për mielinën është, me gjithë se është element mikro në organizëm, është shumë i rëndësishëm. Mungesa e tij do të na shkaktoj pa diskutim një neuropati. Po kaq i rëndësishëm është edhe seleni, një antioksidant mitokondrial. Pra nuk i lën mitokondrit këto organelet e vogla që të degradojnë, që të shkatërohen. Nëse do të mungojë seleni, do të kemi pa diskutim një stres oksidativ në organizëm dhe një djegje neuropatike. Po cilët bimë mund të na i përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe të ulin ndezjen e këmbëve. Atëherë, si bimë të shumta në vendin ton ka, duke filluar që nga ginkgo biloba, e cila përmirëson qarkullimin e gjakut dhe furnizimin e nervave periferik me oksigjen. Ginkgo biloba kemi edhe në vendin ton, ajo mund të ketë ardhur diku nga vitet 65. Rozmarina është bima e shekullit e cila stimulon dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, zgjeron enët e qarkullimit të gjakut dhe ndihmon në uljen e inflamacionit. Kjo është një bimë mbar kombëtare, prandaj ne nuk e kemi sjellë në studio, të gjithë e njohim. Përdoret si çaj 1 ose 2 gota në ditë. Xhenxhefili ose xhinxheri, jo vetëm që është me të vërtet një anti-inflamatori mrekullueshëm, sidomos në periudhën e virozave, por ky na jep një të mirë tjetër në organizëm, pasi përmirëson rrjedhjen e qarkullimit të gjakut dhe ka një efekt ngrohës për organizmin. Na duhen nga ato produkte, sidomos hudhra, qepa, të cilat hollojnë gjakun, e përmirësojnë qarkullimin e tij dhe ju japin arterieve dhe venave një elasticitet të mjaftueshëm për të ulur dhe për të balancuar tensionin e gjakut. Prandaj hudhra përdoret, po edhe qepa përdoret nga njerëzit që kanë atë tendencën e rritjes së tensionit nga njëherë, sidomos natën. Ky është efekti, pra konsumimi 1-2 thelpinëve hudhra bën që arteriet dhe venat fitojnë një farë elasticiteti dhe presioni i gjakut bie. Njëkohësisht gështenja e egër, në disa zona i thon gështenja e kalit, kjo forcon muret e enëve të qarkullimit të gjakut dhe nuk lejon që në pjesën fundore këto nervat, mbaresat nervore të mos na ushqejnë mirë me gjak. Plot me antioksidant, rushi i kuq, por le të themi cipat e rushit të kuq dhe gjethet e rushit kur bën me atë ngjyrën e kuqurremt të bukur. Ato janë plot me OPC, të cilat mbrojnë kapilarët, janë antioksidant dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Po kështu, hithra, murrizi dhe plot bimë të tjera ndihmojnë dhe bari bletës ndihmojnë në qarkullimin e mirë të gjakut dhe luftojnë neuropatin. Gjithashtu, sherebela është një bimë edhe kjo mbar kombëtare, sidomos kur kemi tendencën e një ulje të qarkullimit të gjakut, kjo e ngre atë dhe njëkohësisht qetëson sistemin nervor dhe është një bimë e cila shkakton gjumë. Njëkohësisht speci i djegës fal kapsaicinës në brendësi të tij nxit qarkullimin e gjakut. Përsëri një bimë tepër popullore, tepër përhapur, gjethja e ullirit që ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe në metabolizmin e glukozës. Pra, le të themi shkurt, vaji i ullirit është i mirë si një ushqim i mrekullueshëm, plot me antioksidant, omega 3, 6 e kështu me radhë, vitaminën E, ndërsa gjethet e ullirit janë hilaç i mrekullueshëm. Përdorini ato në dobi të shëndetit tuaj. Le të vemi tek gjethja dhe lulja e murrizit, pra edhe lulja edhe fruti, po kryesisht ato një bërthamoret. Atëre janë të mira pasi përmirësojnë qarkullimin e gjakut, pastrojnë arteriet nga brenda, sidomos jo vetëm nga inflamacionet, por edhe nga tendenca për depozitimin e triglicerideve dhe njëkohësisht edhe për përmirësimin dhe balancimin e tensionit të lartë arterial. Kemi një sasi farash të ndryshme, siç është për shembull susami, fara e kungullit, tahini, të cilat rregullojnë mrekullisht mirë nivelin kalcium, magnez, zink në organizëm dhe si thua kanë tendencën që të më luftojnë edhe ato sëmundjet e ngërçit të natës ose
të ngërçit të këmbëve ose të përdhesës, që i thot populli. Si do të ishte trajtimi alternativ në kushtet e shtëpisë, pra le të vemi gjithë kjo njohuri që morët juve, si do të na ndihmoj në normalizimin ose në eliminimin e kësaj simptome në trupin tonë. Pra, duhet të rregullojmë ambientin, të kemi një oksigjenim të mirë të trupit, duhet të balancojmë mirë ushtrimet dhe ngarkesën fizike gjatë ditës, dhe duhet e fundit që neve të marrim masa edhe për largimin e atij acidi laktik të tepërt që mund të na grumbullohet në pjesën fundore të talusit ose edhe në mbaresat më të fundit nervore. Atëherë, si do të veprojmë? Marrim një enë afërsisht me 5-6 litra ujë të nxehtë, 40-42 gradë, shtojmë në të një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me krip. Futim këmbët, i mbajmë afërsisht 10-12 minuta. Mbasi i heqim, bëjmë një masazhim të tyre, pra i fshijmë dhe një masazhim të lehtë. Atëherë, marrim këtë ekstraktin e atyre bimëve që unë i përmenda më sipër. Pra, lyejmë këmbët me ekstraktin e trupit, me murriz, gështenjë, rozmarinë e kështu me radhë. Pra, duke sprucuar, duke e përhapur dhe bëjmë një relaksim të lehtë të tyre. Mandej, vendosim vajin reumer, e shpërndajmë që nga shputat e këmbës deri mbi kyçin lart dhe bëjmë një masazhim në fillim në formë rrethore, pastaj mbi vete, këtu tek pjesa e kërcirit, te talusi, deri në pjesën e patellës, sidomos tek kupa e gjurit, pra duke e marrë masazhuar nga maja e gishtave deri mbi gjunjë. Atëherë, si thua, drejtojmë gjakun drejt zemrës. Ndihmojmë që venat të jenë më të zbrazura, më të lehtësuara. Dhe mandej i mbajmë këmbët në një kënd afërsisht 60 gradë për 15-20 minuta. Mbas kësaj, marrim dhe pijmë një çaj që të na ndihmojë edhe të largojmë infeksionet nga arteriet dhe venat, edhe të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Pra, në rastet e një diabeti, të një pagjumësie, mund të përdorim çajin e diabetit. Por, nëse kemi një kolesterol të lartë ngritur, mund të përdorim çajin për kolesterolin. E në rastet e përgjithshme, çaji kardiomer do të ishte i mrekullueshëm për të dy këto kategori njerëzish, pasi na ndihmon më së miri në mirë qarkullimin e gjakut dhe në oksigjenimin e qelizës. Atëherë, marrim 2.5 litra ujë, do të hedhim afërsisht një pako nga çajrat që neve duam të rregullojmë problematikën, ai me diabete përmenda glukomerin, ky me kolesterolin le të marri kolestomer. Mund të shtojmë në të barin e bletës, si qetësues nervore, rozmarin, ginkgo biloba, nga një dorë dhe njëkohësisht edhe hithra për të nxitur pak atë epitelin renal të veshkës që të më largoj ujin e tepërt dhe njëkohësisht të më largoj edhe këto acidet e tepërta në organizëm. Ky do të ishte një çaj i mrekullueshëm që na ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Nëse 2-3 ditët e para këtë masazhin e shputave të këmbëve do ta bënim me atë ujin e ngrohtë, 4-5 ditë tjera më vonë atë masazhin duhet ta bëj me ujë të ftohtë, në mënyrë që të më ndikojë në ngushtimin e diametrit të arteriolave dhe të venulave. Po u ngushtuar mirë ato venat, atëherë ato portat që ndodhen brenda tyre do preken të arrijnë të mbyllen dhe në këtë mënyrë funksionon shumë mirë edhe qarkullimi i gjakut. Gjatë ditëve që ne do të bëjmë këtë trajtim, duhet kemi parasysh të eliminojmë këto ushtrimet e rënda fizike, ecjet me orar të zgjatur, qëndrimi i gjatë në këmbë ose njëkohësisht edhe ngritja e peshave për shembull të rënda. Po kush do të ishte mëngjesi më i mirë për këtë kategori njerëzish? Po ne përmendëm për shembull farat e ndryshme që do të ishin të mrekullueshme, susami, tahini, farat e kungullit edhe të lulediellit e tjera, por le të vemi shkurtimisht tek një mëngjes shumë i shijshëm dhe i pasur me mikroelemente dhe me vlera. Atëherë, mund të marrim për shembull, nëse do të marrim të veçanta, pak tërshër, pak
fara susami, pak fara të lirit, për shembull fara kungulli dhe ndoshta dhe boronicën, kjo ndoshta do të ishte pak e stërgjatur për juve si rrugë. Ose mund të bëjmë një trajtim shumë të shkurtër dhe të shpejt. Atëhere, një person mundet të ketë nevojë afërsisht për 2 deri në 3 lugë gjelle musli, e cila si të thuash i ka të gjitha këto që unë përmenda më sipër, i ka në brendësi të saj. Atëhere, nëse do të hedhim në kos 2 lugë gjelle, janë të mjaftueshme mendoj unë për një njeri të moshës mbi 50 vjeç. Mandej, le të vemi tek produkti tjetër, kardiomer, i cili na ndihmon më së miri në mirë qarkullimin e gjakut. Atëhere, ato që unë përmenda dhe bimët më të fuqishme, siç është boronica, siç është aronia, e të tjera, murrizi e kështu me radhë, na ndihmojnë më së miri që të marrim, si thuash, nga këto mikroelementë të tyre dhe organizmi nuk ka nevojë për shembull që të marrin nga shumë pako, pasi bimët më të fuqishme vepruese për qarkullimin e gjakut i kemi këtu. Atëhere, bëjmë përzierjen e tyre. E lejmë afërsisht 5 minuta deri në 10. Në këtë mënyrë, kosi, si thuash, do të më veproj me këto farat dhe mundet që ndonjëra prej tyre po të ketë fitate, atëhere gjatë këtyre 5 minutave të çlirohet. Do të vini re mrekullisht kosi në pjatën tuaj, do të ndryshojë ngjyrë nga i bardhë, nëse do të ishte kosi mirë, do të marrë një ngjyrë të kuqe. Atëhere, pse ndodh kjo? Gjithë përbërësit fitokimik të boronicës, të aronjës, të cipave të rushit, do fillojnë pak e nga pak të çlirojnë të gjitha ato kimikatet. Pra, ky e mori ngjyrën afërsisht që tash. Nëse do ta lejmë afërsisht edhe 3-4 minuta të tjera, ky mëngjes do të bëhet më vishnj i bukur dhe me të vërtet është tepër i shëndetshëm për organizmin tuaj. Pra, edhe një herë, 2 deri në 3 lugë gjelle musli në një pjatë kos, 1 lugë gjelle osteomer, i trazojmë, i përzijim, ngjyra do t'i afrohet më shumë pas 5 minutave një ngjyre vishnje të kuqe, që tregon se boronica dhe aronja tash i kanë filluar tashmë që të homogenizohen me kosin dhe të jenë, si thuash, të gatshme për t'u përdorur dhe për t'u asimiluar nga organizmi. Ky ishte emisioni për sot, miq të dashur. Shpresoj që t'ju ketë vlejtur, nuk diskutohet që do t'ju ndihmoj dhe mendoj që edhe miqve tuaj t'ju çoni këtë informacion. Mirupafshim në emisionin e radhës.